e dini se shoferëve në vendin tonë u lejohet përdorimi i telefonëve gjatë vozitjes. Po e dëgjuat shumë korrekt. Ja një rast t'ua tregoj të një qytetari i cili në momentin e vozitjes është gjobitur nga policia e Kosovës për përdorim të celularit e më pas ai ka triumfuar në betejën e tij për drejtësi. Në prill të vitit të kaluar kishte hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, ku shoferëve më së shumti u ka penguar çështja e përdorimit të telefonit, ku me rastin e gjobës së shqiptuar për herën e dytë, shoferëve u konfiskohet patent shoferi. Por çka ndalon konkretisht ky ligj me të vërtetë për çështjen e përdorimit të telefonit për shofer? Paragrafi 4 i neni 231 i ligjit për rregullat e trafikut rrugor thot decidivisht: shoferit të mjetit me veprim motorik, gjatë kohës së drejtimit i ndalohet mbajtja e telefonit të dorës dhe pajisjeve të tjera, të cilat do ta zvoglonin mundësinë e reagimit dhe drejtimit të sigurt të mjetit. Pra me këtë ligj nuk ndalohet përdorimi i telefonit nga shoferët, por ndalohet vetëm mbajtja e tij në dorë, gjë që shumë zyrtar policor e kanë keq kuptuar këtë dispozit ligjore. Veriu Info ka siguruar një gjobë të shqiptuar nga policia e Kosovës në muajin shkurt të 2025, ku një person dënohet për përdorim të telefonit, edhe pse në arsyetimin e gjobës shkruan se ai e ka pasur të vendosur telefonin në varësen profesionale. Ky qytetar më pas është ankuar në Komisionin e Ankesave të Policisë, komisioni i cili ka vendosur me vendim të anuloj gjobën e tij me këtë arsyetim. Pushohet procedura kundërvajtëse ndaj kundërshtuesit për shkak se nuk është vërtetuar se i njëjti me veprimet e tij ka shkaktuar kundërvajtjen për të cilën është dënuar, sepse sipas ligjit për rregullat e trafikut rrugor, ndalohet mbajtja e telefonit e jo prekja e telefonit të vendosur në pajisje adekuate në